Sot jeni në Fier, në zonën e Fierit, në njësinë administrative Frapull, fshati Atë. Ndodhemi në një parcel me nektarin, ku ka një sipërfaqe prej 2 lymësh, rreth 130 bimë. Jemi në një parcel me nektarin. Nektarina tu duket që është shumë e pastër. Fermeri ka bërë një punë shumë të mirë, si në pjesën e krasitjeve, si dhe në pjesën e spërkatjeve, si edhe në pjesën agroteknike, në cilën ka bërë dhe frezimin e tokës për një ajrosje sa më të mirë të rrënjve. Sot kemi ardhur për të monitoruar për virusin Plumbpox, i cili është një virus shumë i rrezikshëm, nuk kurohet, thjesht degët që preken, krasiten dhe digjen. Sot fatmirësisht në këtë parcel nuk kemi prani të Plumbpox, thjesht do t'i lëmë disa këshilla fermerit, të cilat janë të bëj spërkatje për gjethe përdredhsen me produkte me bazë bakri, si dhe të bëj plotësimin e regjistrit të PMB-ve në mënyrë të rregullt, si dhe të gjitha pesticidet që blen t'i ketë shoqëruara me faturë të blerjes.